Ministrisë dhe të medjave, të dashur qytetarë, ne e mirëpresim vendimin e Bashkimit Evropian për të hequr masat që ishin vendosur Kosovës. Ato ishin të padrejta që në ditën e parë, sepse së pari institucionet e Republikës Kosovës nuk ishin shkaktare të eskalimit të situatës në 4 komunat në veri të vendit tonë, dhe së dyti, sepse deeskalimi i situatës ishte pikërisht merit e institucioneve të Republikës së Kosovës. Ndërkohë, Republika e Kosovës dhe institucionet e saj u bën cak i sulmeve terroriste, prej të cilave 2 me pasoja të rënda. Ai në Banjës të Zveçanit me 24 shtator të vitit 2023, ku mbeti i vrarë rreshteri policor heroi ynë Afrim Bunjaku, dhe tjetri në kanalin Ibër Lepens në Varak të Zupin Potokut me 29 nëntor 2024, që synonte dëmtimin e pariparueshëm të infrastrukturës kritike. Për të dy këto sulme tashmë ka aktakuza të ngritura. Për rastin e Banjskës, të gjitha provat dëshmojnë për një plan të përgatitur me përfshirjen dhe financimin e shtetit Serbis për aneksimin e veriut të Kosovës përmes strukturave paramilitare pas një konflikti që do të zgjerohej. Po të mos ishin vendimet në kohë dhe reagimi i shpejt e profesional i njësive tona speciale të policisë, mëngjesi 24 shtatorit të vitit 2023 do të na zbardhte një realitet krejtësisht tjetër në terren. Ndërkaq për sulmin mbi kanalin Ibër Lepens, provat e grumbulluara dhe informacionet rreth të arrestuarve gjithashtu konfirmojnë përfshirjen e strukturave ilegale të Serbisë dhe vetë shtetit të Serbisë. Në retrospektiv, çdo kompromis ndaj sundimit të ligjit do të ishte fatal për Republikën e Kosovës. Situata e qetë, lëvizja e lirshme dhe funksionimi i institucioneve të shtetit në veriun e Kosovës është pikërisht sepse ka triumfuar sundimi i ligjit dhe rendi publik. Megjithë këto, gjatë gjithë kësaj kohe, nuk kemi qenë asnjëherë të hidhruar me Bashkimin Evropian. Kemi mbetur plotësisht të përkushtuar ndaj integrimit evropian për përmbushjen e kritereve për antarësim dhe për të vazhduar si aleat dhe kampion të vlerave demokratike. Por më duhet të them edhe diçka. Republika e Kosovës, masat më të mëdha financiare, nuk i ka vuajtur nga Bashkimi Evropian, por nga opozita parlamentare. Në muajin e kaluar, përkundër insistimit tonë, Kuvendi i Republikës u shpërnda pa u votuar plani i rritjes së Bashkimit Evropian në vlerë prej 880 milion euro dhe 3 marrëveshje me Bankën Botërore në vlerë mbi 120 milion euro, pra mbi 1 miliard euro gjithsej, në mungesë vullnete dhe të votës së opozitës. Andaj uroj dhe shpresoj që pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit dhe konstituimit të kuvendit, edhe opozita e tanishme t'ja heq masat Kosovës. Si pikë e parë e rendit të ditës për sot, kemi propozimin për konfirmimin e obligimit zbatimit vendimeve të CEFTA-s dhe të protokolleve të saj. Në fund të vitit kaluar, 16 vjet pas shpalljes së pavarësisë, shënuam një arritje historike në CEFTA duke e larguar unmikun e duke siguruar përfaqësim të plot e direkt të vendit tonë. Ky hap forcoi zërin e Kosovës në vendimarrjen rajonale dhe mundësoi udhëheqje aktive në CEFTA 2025, përfshir zgjedhjen për herë të parë të një drejtoreje shqiptare në krye të sekretariatit. Këtë vit, në udhëheqjen e Kosovës, morëm 12 vendime. Sot, për vendimarrjet qeverisë, kemi vendimet që janë aprovuar në Komitetin e Përbashkët të CEFTA-s, sikurse tregtinë elektronike dhe bashkëpunimin digital, barna më të sigurta dhe qasje më e shpejtë në tokë, mbështetje për bizneset përmes uljes së kostove doganore dhe të përshpejtimit të procedurave doganore,
njohje në nënshkrimeve elektronike dhe qasje më e barabartë në shërbime digjitale pa geoblocking, si dhe konkurrencë e drejtë që sjell zgjedhje më të gjera e çmime më të mira. Të gjitha këto vendime do të zgjerojnë dhe thellojnë tregtinë mes Kosovës dhe rajonit, si dhe qasjen graduale në tregun unik të Bashkimit Evropian. Arritje këto që përkthehen sigurisht në më shumë vende pune, shërbime më cilësore dhe një Kosovë në përgjithësi më të sigurt e më prosperuese. Dy pika tjera me rëndësi sot, të ndryshmet, janë vendimi në lidhje me memorialin e familjes Jashari dhe epopen e UÇK-s në bashkinë Hora e Arbreshve në Itali dhe ndarja e mjeteve për bursën e mobilitetit për studentë. Para një muaji e kam mirë pritur në kryeministri kryetarin e Bashkisë Hora Arbreshve, zotrin Rosario Peta. Ndër temat që kishim diskutuar dhe për të cilat ishim pajtuar, ishte edhe memorializimi veprës dhe kujtimit të heroizmit të kryekomandantit ton Adem Jashari dhe të familjes së tij epike në këtë komunë Arbreshe në Itali. Sot do të themelojmë komisionin profesional për përzgjedhjen e artistit apo grupit të artistëve për ngritjen e memorialit për familjen Jashari dhe epopen e ushtrisë shqiptare të Kosovës në Hora e Arbreshve. Memoriali do të jetë donacion i Qeverisë Republikës Kosovës për Arbreshët në Itali. Gjithashtu, po ndajmë 1.65 milion euro për grupin e parë të studentëve përfitues, rreth 10.000 prej tyre, të programit të bursës së mobilitetit për studentë. Siç kemi njoftuar më parë, vlera e bursave ndryshon varësisht nga distanca prej vendit ku jetojnë dhe vendit ku studiojnë studentët. Kjo bursë synon që të zvogëloj pabarazit dhe të krijojë mundësi edhe për ata studentë që vinë nga zonat e largëta e që për ta studimet do të ishin më të kushtueshme. Me këtë është përmbushur qysh tash njëri prej premtimeve të qeverisë sonë për mandatin e ardhshëm. Duke qenë qeveri në detyrë, tashmë po kryejmë edhe detyrat të së ardhmes. Dhe për fund, para se t'ja nisim mbledhjes, nga këtu urojmë mirëseardhjen vendlindje bashkëdhetarëve tonë që kanë nisur të vinë dhe do të vinë edhe më shumë gjatë javës tjetër. Atyre që tashmë kanë ardhur, urojmë që po kalojnë momente e kohë të këndshme me familjet dhe miqtë e tyre, ndërkaq atyre që do të udhtojnë ditëve në vijim, urojmë rrugë të mbar, institucionet e shtetit duke nisur nga policët kufitarë do të jenë dispozicion dhe në krye të detyrës për mikpritje sa më të mirë. Ju faleminderit e tash po fillojmë me agjendën e paraparë për sot, sa i përket rendit të ditës. Fillojmë me pikën shqyrtimi propozim vendimit për konfirmimin e obligimit zbatimit vendimeve të CEFTA-s dhe të protokolleve të saj, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra e ministra, zëvendës ministra, në udhëheqjen e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, konkretisht kryesimit të CEFTA-s nga Kosova që prej pritet 2025, janë marrë gjithsej 11 vendime. Përmes vendimit të sotëm konfirmojmë obligimin e institucioneve tona për të zbatuar në plotëni këto vendime përmes marrjes së hapave ligjor dhe administrativ nga ana jonë. Obligimet e ndërmarra brenda CEFTA-s tani sigurojnë tregtim më thjesht dhe shërbime më të shpejta, besueshmëri digjitale, qasje të barabartë dhe konkurrencë drejtë e përfitim për konsumatorët. E ftoj ministrën detyrë të Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, zonjën Rozeta Hajdari, ta merr fjalën.